Konventa e PDK-s nuk solli risi. Membri vazhdon të jetë ushtrues detyrë kryetarit të PDK-s. Brenda partisë besojnë se ish kryetari i tyre do të lirohet brenda vitit për të rikthyer në detyrë. Nëse ndodh që të dënohet, atëherë PDK-ja do të futet në një proces të ri zgjedhor, ku Membri nuk ka gjasa të jetë kryetar. Tre rrymat e forta brenda partisë do të bëjnë betejë të ashpra për të marrë kontrollin e saj. Konventa e sotme ishte vetëm procedurë, formalitet. Membri do të shijojë edhe pak muaj rolin e kryetarit në detyrë. Asnjëherë nuk ka qenë kryetari plot, me gjitha atributet që i gëzon kryetari i partisë më të madhe opozitare. Emri i tij është aq frangjel brenda partisë, saqë nuk është normalizuar për postin e kryeministrit, që zakonisht shkon me kryetarin e partisë. Nëse do të kishte dinjitet për veten, Membri kurrë do të lejonte të përdorej në këtë mënyrë nga të tjerët, ose do jetë kryetar siç duhet, dhe do sfidoj veten për kryeministër ose të largohet, por kështu i shkon për shtat partisë, që i duhet një njeri i tillë. Me apo pa vetëdije, zoti Krasniqi e ka djegur politikisht veten, duke lejuar të përdoret si leve të fortëve të partisë, me grup notacionet e fuqishme, që mezi po presin përfundimin e procesit gjyqësor në Hag, ku do të mësohet dhe fati i Thaçit dhe Veselit, për të nisur pastaj kalkulimet në bazë të fatit të tyre. Gjasat janë të mëdha që të kenë ndarje të PDK-s, mes interesave të shumtë të grupit të interesit, si dhe divergjencave të mëdha mes moshave dhe mentaliteteve, duke shkundur fort partitë për të bërë metamorfozën e nevojshme, diçka që do të ndodhë herët avon. Kjo përfshin dhe Membri Krasniqin si pjesë të ndryshimeve, ka shkruar Faton Mehmeti.